Më shqetëson më shumë sepse neve më shumë kemi kërkuar, do më thonë më shumë kemi hulumtuar si trinj, edhe si student, por neve edhe jemi mësuar për profesorit tonë që përveç që do të bëhesh aktor, do të jesh aktor produktiv, i cili nuk do të presish gjithmonë prej regjisorit apo prej njerëzve tjerë që ata që ka tonë të bësh ti në skemë, por ti do të jesh produktiv edhe vetë t'i ofrosh, do më thonë, vetë prodhosh diçka dhe t'i japish mundësi që regjisori të mund të ketë brumë që të zgjedh prej teje. Ta shtrit përgjithësi, jo vetëm në këtë profesion, në profesionet tjera e shoh sikur i bëjnë sendet veç sa për t'i kalu. Pregaditi provimin sa për t'a kalu. A kupton? Presin t'gatshmet, presin t'ua tregosh rrugën. Jo, rrugën duhet t'a gjesh vetë. T'i jap informata, ti duhet t'a gjesh vetë rrugën, po sikur janë shumë dembela viteve të fundit. Ka ndonjë gjenerate mire cila na befason, po ka gjenerata cilat nuk janë shumë pak lexueshëm, fatkeqësisht vijnë prej shkollat mesme shumë pak të përgatitur këtë aspekt dhe mandej hezitojnë edhe të bëjnë punë, hezitojnë që të kërkojnë, nuk janë hulumtues. Mirë po shohin mënyrën sa më shpejt me mrit rezultati. Kjo është problem global, ne i shohim edhe... në fakt, është në të gjitha, jo vetëm në pjesën e aktrimit apo artit, në fakt në të gjitha fushat e shohim që nuk ka një interesim të mjaftueshëm. Njerëzit nuk kanë durim të shohin një shfaqje më të gjatë. Domethënë ka shumë njerëz që kur vinë një shfaqje më pyesin sa zgjat shfaqja, kupton se tash ka edhe punë tjera të bën ose edhe kur s'kan punë të tjera, thjesht më duket sikur durimin nuk e kanë edhe nuk e kanë atë koncentrimin. Unë nuk lexoj postimet gjata në Facebook, veç ato të shkurtat.